Pas çdo njeriu të fuqishëm, të pasur ose me arritje të jashtëzakonshme, fshihet një histori dashurie që ka lënë gjurmë të thella në jetën e tij. Nga kjo nuk ka shpëtuar as biznesmeni dhe politikani nga Kosova, Begjet Pacolli, i cili ka thënë se ndarja asnjëherë nuk është fundi, por mund të jetë edhe vazhdimi i një marrëdhënie të mirë njerëzore, edhe kur dashuria ka mbaruar. Për herë të para i ka folur se si motra dhe nëna e të tjerë familjarë të çiftit e janë futur në martesën e tij, duke e çuar atë drejt divorcit, me femrën që ai ka dashur më shumë në jetë, këngëtaren italiane me origjinë shqiptare, Ana Oksa. Ai tha se gjatë 3 viteve martesë me Anën nuk mundën të kishin fëmijë. Kanë shkuar deri në Amerikën e Jugut për t'i dhënë zgjidhje këtij problemi, por nuk mundën. Unë vija shpesh në Kosovë. Motrat e mia i thonin Anës: "Çanuse je ti që nuk i jep vëllait ton një fëmijë?" Ajo prekej shumë nga këto fjalë dhe shpesh herë qante nga presioni sepse nuk i mbante dot këto fjalë kaq të rënda. Kur u kthyem në shtëpinë tonë, patëm një grindje, ngritëm zërin dhe na dëgjuan edhe motrat e saj. Unë i kthehem atyre në një moment dhe i them: "Shikoni punët tuaja, nëse jo, derën e keni të hapur." Kur i thash kështu, ato nuk e ka përdin dot këto fjalë, mu kundërvun me zë të lartë. Aty, Ana mbeti mes familjes së saj dhe meje. Ne patëm një ndarje disa ditore për reflektim dhe motra e saj kontaktoi me media dhe i dha lajmin që ne u ndam. Kjo më tronditi akoma më shumë. Të ndodhur midis dy zjarreve, vendosëm të divorcohemi. Kur kemi shkuar në gjykat për të divorcuar, pas divorcit jemi ulur të dy për një kafe dhe të dyve na u mbushën syt me lot. Ana ka bler një shtëpi afër nesh dhe sot jeton në Zvicër. Unë takohem shumë shpesh me të, rrim dhe dalim së bashku dhe kjo është historia ime me Anën. Unë, edhe pse jam e martuar, nuk e mohoj asnjëherë. Ajo ka qenë dashuria jetës time, më e madhja dhe më e këndshmja. Është shprehur biznesmeni Begjet Pacolli.